ata janë funksionale, ata janë ndërtuar në kushte të caktuara teknologjike dhe marrin bunkerët e zakonshme, me të cilët është mbushur gjithë terreni ynë, ata ishin llogaritur të përballonin edhe goditjen bërthamore. Domethënë struktura e tyre është e tillë që të mbron nga çdo lloj goditje, edhe të raketave, edhe të artillerisë të gjitha kalibrave. Ato janë testuar me provë direkte në zjarrin e artillerisë masive të ushtrisë tonë, duke futur qenie të gjalla brenda, qenë dele, ku diu më janë bërë eksperimente dhe janë parë rezultatet e tyre dhe janë të sigurt në të drejtim. Një bombë bërthamore, si ajo që shkatërroi Hiroshima dhe shkaktoi në atë qytet, që zhduku atë qytet dhe azisoi mbi 100.000 banor, mund të shkatërroj dhe të sjellë dëmtime vetëm me një rreze disa kilometra, 2 deri në 3 kilometra në rajon të fortifikuar. Dhe të nxjerrë jashtë luftimit vetëm një batalion, llogaritesh në atë kohë. Kështu që ata bunkerët tonë të përballojnë goditjen direkte vetëm nëse bie arma bërthamore direkt mbi bunker. Domethënë ata bunkerët që janë rreth rrotull do të shkatërrohen, të tjerë nuk psojnë asnjë. Sepse arma bërthamore ka 4 faktorë dëmtues. Faktori i parë që shkatërron dhe azison është vala goditëse. Vala goditëse këta përballojnë bunkeri më i afërt që nga pika e shpartimit mund të shkatërrohet deri në distancën 1 kilometër. Pjesa tjetër siguron mbrojtje nga vala goditëse, nga rrezatimet e gjitha me radhë. Pra, kuptohet sepse nuk mund të hedhësh mbushje bërthamore mbi rajonin e çdo batalioni. Se nuk ka kuptim, se duhet mbjellësh gjithë botën pastaj me armë bërthamore. Arma bërthamore jepet në seftësi të mëdha në rajone të gjëra, kështu që azgjësimi i një batalioni nuk përbën problem për një shtet. Kështu që bunkerët tanë ishin plotësisht të llogaritur, janë bërë llogaritjet eksakte në kohën e ndërtimit të tyre. Dhe i përballojnë gjitha